بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Falënderim I qoftë Allahut të Madhërisëm që tha në Kur'anin Fisnik, çdo person do të shijë vdekjen e pastaj që mund të ktheheni. Me pjesëmarrjen e familjarëve, miqve, kolegëve, bashkëpunëtorëve dhe studentëve, ju dha lamtumira e fundit profesor Murat Muratit, I cili ndaroi jetë në moshën 86 vjeçare. Ceremonia e varrimit u zhvillua në varrezat e qytetit të Strugës, ku profesor Murati kaloi vitet e fundit të jetës, ndërsa të pranishmit kujtuan jetën dhe veprimtarinë e tij të pasur arsimore e shoqërore. Gjatë ceremonisë mortore, I student, kolegë dhe bashkëpunëtor të profesor Muratit folën për televizionin Uskana, duke vlerësuar kontributin e tij shumë vjeçar në arsim dhe gjurmën që ai late brezat të tërë nxënësish e studentësh. Po faktikisht profesor Murati në kohën kur ne u punësuam që ishim atëherë asistent të ri, ishte u emëruar dekani I fakultetit dhe mund të themi se vetëm kemi kujtime të mira me ta, për shkak se ishte një nga përkrahasit më të mëdhenj të kuadrit të ri, edhe zgjerë na nxite që të vazhdojmë të punojmë sa më shumë, që të arrijmë në ato fusha tona që kemi përgjedhur, që të vim koha që edhe ne të jemi profesor siç ishte ai. Këtër kolektivi sot për fat të keq nuk mundeshin të gjithë të vinë për shkak se jemi në mes të sesionit të provimeve, mirë po të gjithë shfaqen piknim të madh edhe në faqen tonë edhe ndërmjet nesh kolegash për humbjen e një profesori si profesor Murat. Unë kam bresa shumë të mëdha ndaj profesor Xhadim Muratit, jam studenti I tij në vitet e 80-ta, të hershme shumë dhe ka qenë një ndër punëtorët profesorët më të mirë të Akademisë Shkupit dhe na ka mbështetur jashtëzakonisht shumë ne Strugan për përgjithësi, që ishim studentë atje, na ka respektuar, na ka nderuar dhe na donte shumë si Strugan. Dhe fati I tij më vonë që morë dhe banesën në Strug dhe në Strug, në këtë Strug që e donte atë shumë dhe vorrimi I bëhet në Strug. Pra unë kisha thënë me plot bindje ndaj profesorit ndaj të ndjerit që meriton dhe është profesori më I thirrur në lëmin e tij tash për tash në Maqedoninë Veriore. Unë njihem prej studimeve. Ai ka qenë 1 vjet para me në drejtim në Fakultetin e Shkencave Natyrore, në grupin e biologjisë, ndërsa unë kam qenë në grupin e matematikës. Jemi shkollu me ata kushte që kemi pas, merr një bursë sende këte atë, edhe pasi u mbaruam, neve të dy u punësuam, unë me 1 vjet mbrapa në shkollën normale Zeflush Markut atëhershëm edhe në gjimnazin Zeflush Marku. Pastaj mbas 9 vjetëve u ndam, ai shkoi në Gjakov, një kohë të gjatë punoi atje si profesor, edhe pas luftës ai u kthye, punuam së bashku në entin për përparimin e arsimit të Maqedonisë, edhe ai dal nga dal u hudh në fakultetin pedagogjik, mbas një kohë si dekan I fakultetit. Unë mendoj se edhe unë kam punuar përpara në atë fakultet, por sa Murati nuk ka kontribuar asnjë dekan. Ai e ndërtoi atë ndërtesë, I dha tamam pamje të një fakulteti, themi evropian, nga pamja kështu e jashtme. Kolektivin e konsolidoi shumë bukur, shumë sende të mira solli atje në atë fakultet. Në atë periudhën e këtij filluan dal nga dal të kthehen të gjitha landët në gjuhën shqipe, të ligjërohen. Përndryshe ligjëroheshin në gjuhën maqedonishe. Ai nuk përtonte, shkonte edhe andej edhe këndaj njëri kom bërë shoqëri edhe unë në Zagreb. Po ishte atash me ata profesorët, e sa I afërt ishte ai. Ato e doshin se ky kishte ellan për hulumtim. Jo për atë shkoj vetëm të marrë hulumtus ishte, hulumtus I madh. Vajza e të ndjerit Leonora u shpreh krenare për jetën dhe veprën e teatrit, ndërsa falenderoi të gjithë ata që morën pjesë në ceremoninë e varrimit dhe ndan dhimbjen me familjen. Unë si vajza e tij edhe sigurisht edhe djali, vllau edhe nip në besat edhe krejt familja, jemi shumë krenar që patëm një njerëz të tillë I cili jetës ja kushtoi arsimit, shkencës, familjes. Mendoj që
babi, profesori Murat Murati, ishte një njeri shumë modest, edhe mbas punës e tij shumë të fryqme, mbas atyre veprave që i la mbas, edhe besoj që do t'jeti pavdekshëm për neve si familje, po mendoj edhe për shoqërinë tonë. Besi babi ka ka qenë në heshtje, po ka punu edhe për kombin, ka punu për arsimin, ka pasë vizion të lartë, sidomos ka qenë edhe atletar. Mund të them, edhe mu më vjen shumë mirë që sot kanë ardhur një numër shumë i madh ta përcjellin, do të kisha pas dëshirë të falenderohem edhe pse kam emocione, pasi më ndrun jetë të dy prindët në një kohë shumë të shkurtë. Kisha dashur që të jenë atje të qetë edhe të pushojnë në parajs, neve këtu të krenohemi me atë që na lan pas. Në emër të familjes, Remzi Murati lexoi referatin e Lam Tumirës, duke rikujtuar jetën, vlerat dhe përkushtimin e profesor Murat Muratit ndaj familjes, arsimit dhe shoqërisë. Sot ndahemi fizikisht nga kryefamiljari, nga më i moshuari i trungut të madh e të moqëm Liman Hoxha, profesor doktor Murat Murati. Vazhdoi traditën e të parëve që kuptuan ajetin e parë të Kuranit për diturinë dhe shkollimin. Më lejo që në emër të krenarisë familjare dhe asaj kombëtare të falenderoj për gjithë shka që bëre për të mirën tonë. Puna jote e palodhur, la pas veti libra, kumtesa, disertacionet e shumta shkencore që e bëjnë kujtimin për ty të përjetshëm.